Në videon informata shikuese ju kisha treguar që marrëveshjat e pista të produksionit me Dolçën, çado që të bënte Dolça nuk del nga shtëpia. Ja ku jemi, 3 ditë ma vonë, mas videos, dhe Dolçë është brenda shtëpisë. I shpëton zarfit të zi. Imagjinoni këtë gjë. Kalojmë tek informata e dytë. Ju kisha thënë që Eliona është e preferuara e produksionit dhe siç duket edhe e përzgjedhura, nëse jo lëndrimi, është e përzgjedhura e produksionit për m'ia segu me argument në zarfin gri i cili po i dënonte banorët për me shku në nominim të gjithë shtëpia, e përdorën për ta ngritur në piedestal, duke e vënë para ledit si e preferuara e publikut dhe më e votuara e publikut. Në atë shtëpi, në ato nominime, ka njerëz të fuqishëm financiar sikur Edi, i cili në cilën do formë e mun Elionën me vota. Pastaj ka njerëz të fuqishëm po ashtu sikur Benita, që për kaona financiare është e fuqishme. Në nominimin e djeshit, kur dolën nga zarfi i zi dhe doli shkurta, ata që publiku donte me nxirr jashtë ishin Benita dhe Labinot Regja. Ata që produksioni do i keme nxirr jashtë është Labinot Regja, ata që e nxirri jashtë produksioni ishte Shkurta Haxhia. Dhe unë jam përtej se i bindun që njerëz nuk e kanë votu Shkurtën me dalë. Njerëz nuk kanë harxhu pare në masë të madhe, sepse nominimi ishte kë doni ta eliminoni. Dhe nëse ju më thuni që të gjithë votuan për ta eliminuar Shkurtën para Benitës dhe para Shkurta Haxhiut, atëherë o unë nuk jam duke pa Big Brother VIP Kosovën, o ju si një ty desht me pa, po doni me qëndru si fanca. Produksioni nuk nalet këtu. Të paktën 66 raporte më kanë ardhur në ram me 27 dhjetor pas mesnatës, kur unë kom fol në ato video për veprat dhe çfarë po bën produksioni kundrejt publikut. Big Brother VIP Kosova nuk bëhet më i mirë sado që ne duam duke manipuluar me ato se çka e don publiku. Nëse don ky Big Brother me u qëndru në qendër vëmendjes, duhet me fillu me bo transparencën. Duhet me heq dorë, me përzgjedh njerëzit të cilët kryesisht janë anti-vlera për mi bo të ngritur në publik. E vetmja mënyrë qysh ky produksion mundet me shpëtu këtë Big Brother është me heq dorë nga lojrat e pista.